Kur ndodhi kjo, Po, pikërisht sa morëm njoftimin, unë ngarkova njerëz që shkojnë me idenë që shkojnë cili është dëmi i asaj dhe shkojnë ta ngrenë avash atë. Në të njëjtën kohë lajmërova edhe guvernatorin e bankës për t'i thënë që kështu ka ndodhur. Ka ndodhur kështu, por megjithatë nëse do duhet për ta riparuar këtë, Duhet hapur derë, kodi? do të shkoni me kode atje dhe ndodhi. Këtë i mësova ato ditë që ndodhi kjo, se unë nuk i dija. Unë dija atë çesat që i lej aty dhe unë aty ku më tha Petro i laço. Po dhe çfarë ndodhi? Edhe më duk pak e çuditshëm kur Petro thesari. Le çdo këtu Se për të qeshur fare. Po dhe çfarë ndodhi pastaj? Mi po me njëherë media është vjedh thesari. Politika u ngret në parlament, u ngret thesari. Para këta Tha Berisha është vjedh thesari. Po, këta e dinin që thesari që ka vjedh pa hap derën, pa hyrë mren, pa inventar. Kush këta e dini? Po pra media dhe Berisha. Jo, media tani ti në media tani Berisha e dinte që ishte vjedh thesari. Shiko, Berisha politika e ngreti shpërtheu më njëherë pa marrë vesh Çka kishte? sa është vjedh apo s'është vjedh herë. Ata e dinin. Dhe ju çfarë? Kjo më bëri përshtypje. Dhe ju çfarë bën zoti Poçi? Atëherë u mblodhëm tek zyra e kryeministit asaj kohe. Te Majë. Bashkë me, jo, ishte Meta. Ishte Meta kryeminist, po. I kishte ikur Majë. Bashkë me guvernatorin e bankës dhe shqyrtuam problemin. Cili është ai? Dhe gjëja e parë që vendosëm Po? është me qenë se kishe shumë zhurmë në parlament. Filluam bilet sulmojnë dhe Metën. E ka vjedh Meta. Atëherë vendosëm edhe ngritëm komisionin. Kishe një përfaqësues Ministria e Rendit dhe një përfaqësues në zëvendës guvernatori i bankës. Po? De facto ato ishin pronarët e kësaj. Ne s'dinim as sa ka marrënë, as sa ka jashtë. Dhe i hapët me kod. Dhe shkuam atje me hap me kod. U futut i brenda? Unë nuk hyra, kam hyrë më vonë pastaj. Po hapja u bën nga Dhe komisioni. çfarë para tha? Dera parë u hap, Po? pas saj vinte një derë tjetër, E dytë? dhe aty midis dy dyrëve u gjet edhe një dorë e kputme. Çfarë thua? Po. Do njeriu. Dorë njeriu e kputur. E kputur? Po, Që do të thotë që që kishte shpëthyer tentuar. dikush? Atëherë na Dhe- tregu dhe kishte lënë dorën aty? Na treguan dhe historikun që Ua. ky vend Po? ishte sulmuar në kohën e ngjarjeve të Në feshtatës. NATO status. I gjithë sektori apo i gjithë Si ishte sulmuar? Nga godina kush? nga njerëz që kishin ardhur aty fshatar, qytetar, kishin ardhur aty dhe kishin plaçkitur se aty ka qenë parashiku komanda në kohë lufte e udhëheqjes Komunizmi. komunizmit. Do vinte edhe udhëheqja, kishte edhe spital Do brenda. thënë dhe kjo e dorës ishte e asaj? Kishte edhe spital brenda. Po, kishte edhe spital. Nuk e di tash kjo dorës se çfarë date. Po kjo kishte edhe spital brenda dhe ata erdhën plaçkitën. Morën dhe aparaturat mjekësore aty që kishin pru kinezët gjithë komplet. Po jo, po nga futun ata, zoti Poçi? Kjo nuk ishte lidhje hyrja në këtë, domethënë në godinën kryesore, nuk ishte lidhje e cila zhvillohej e gjitha brenda në mal. Po? Tuneli ishte tjetër. Kishte një hyrje tjetër. Nga e kishte hyrë? Po aty po kishte një hyrje tjetër. Nuk hyheshe në ballë, po ishte në një tunel tjetër, E ishte hyrë nga një hyrje tjetër ata? një tunel tjetër, po. Do thënë, jo nga e arimi? Jo, ishte hyrje tjetër. Po mi pse ajo nuk e kishte Ishte të njëjtën? tuneli veçantë ky. Po pse nuk kishte edhe ajo të njëjtën dyrë me Kush ajo? ajo hyrja tjetër? Pra, hyrja për në tunel ishte me to 3 dyrë. Po. Unë nuk e di se kush i kishte vendosur. Në kohën e Partisë Punës, se atje s'kishte Florin atë kohë. Në kohën e Partisë E Punës. pra ata si ishin bërë për Floririn. Pra, kur kanë ardhur thesari prandej, Po? shteti asaj kohe I ka vendosur aty. kanë vendosur në këtë, kanë gjetur arsyeshë, aty ishin 2 dhoma. Atëherë nga ishin futur, nga mos ishin nga ato të ajrimit nga lart? Tani në kyrën që i bëm atje, po shikoni me kuptonti, ishte bërë një inventar në kohën e pa filluar hetimet, na thanë që ishte bërë një inventar në kohën kur detyrën e ministrit e mori Neritan Ceka. Po, që në feshtat. Ai kishte kërkuar të bëhet kjo, brenda normave normal, edhe kishin shkuar atje dhe kishin bërë një inventar, e kishin firmos zëvendës guvernatori bashkë. Mirë, ata e kishin krahasuar me inventarin Unë më parë. kërkova inventarin e pashëm dhe nuk u gjet. Ata bën, me sa duket kanë bërë gjendjen. Po jo krahasimin. Ja. Apo aty nëse s'kan bërë krahasimin, ata s'kan bërë asgjë, pse? Atë nuk e di. Unë po të them se si është situata. Pra, filloi një ashtu që me thënë të drejtën
neve u angazhuam thjesht në hetimin e çështjes, ngritëm u ngrit një grup i përbashkët me prokurorin, Po dhe gjetët? e mori një prokuror ushtarak dhe hetimet mas hikjes time u ndërpren. Do edhe njërë foton para. Tani, sa vete u arrestuan, zotë Poçi? Ne arrestuam në kohën time arrestuam një personin, jo s'është asnjë. Jo, këta janë prokurorët, që po numërojnë monedat. Neve fillum hetimet, caktuam një grup. Jo, sa u arrestuan? 7 veta? Po, gati 7 veta. Qa ishin gjithë banorë të fshatit? Jo, një pjesë ishin po banorë të fshatit, po një pjesë nuk ishin më në fshat, ishin. Po qa ishin një kolonel? Kolonel ishte njeriu që përgjigjesh pra pika e kontaktit e Ministrisë së Brendshme. Ai ishte i përzirë në këta, po thjesht si përgjegjës? Shiko, ai rezultoi domethënë arrestimi i tij, po me sa duket edhe nxituar sepse Nxitor. më vonë ai u lirua. Tani një pyetje kam. Sa moneda gjetët? Nuk e di. Po jo, të Nuk e di konsiderueshme? fare. Son konsiderueshme ishin shumë. Shumë, po ku i gjetët? I kishin në shtëpi fshatarët? Kur sa u gjetën kështu? Po. U gjetën shumë pak. Po sa? Deri në Elbasan, deri në Shkodër kishin Elbasan, shkuar, po. Po qa i qojnë për t'i këmbyrë? Me sa duket, nuk jam bant aty. Ata nxirrshin një tjetër dhe ata na thanë pasaj që këtu kisha ardhur në kohën e Trazirëve, kisha ardhur një mikrobus, një furgon me punonjës të shikut. A të shikut kohës Berishës? Po, ata kishin hyrë atje brenda. Po i bie përpara 97-s. Po, po. A përpara 97-s? Po, në kohën e 97-s, pra Trazirat u bën në 97. Po mirë, po identiteti i atij personit, u gjetej personi që ishte me një dorë, që i kishte lënë dorën aty? Nuk u gjetën një herë, Ja. asnjëherë? Po si ka mundësi, çfarë jetimi pas kanë bërë pasaj aty? Se di? Tani, për ju u mbyll kjo çështje dhe nuk u zbardh? Nuk u zbardh. Nuk u zbardhur, ëh? Ja. Dhe sot kjo çështje nuk është e zbardhur. Ja. Ky që nga skandali i madh, zotë Poçi. Wow. Po pse pasaj i thoshin e ka marrë Ilir Meta, ata pas kanë marrë të tjerë? Unë të thash, unë nuk e di kush e ka marrë, edhe kur janë marrë dhe sa herë janë marrë. Dhe sa herë, ëh? Sigurisht. Ua. Unë di këtë, të them që atje është vjedhur Thesari, sepse ekzistonin gjitha shenjat. Ata që kanë marrë Thesarin në kohën e Trazirëve kanë pas me vete edhe njerëz që i dinin kodet, qofse ka qenë minuar dhe në atë kohë do të ketë qenë, sepse, si thash, por mbasi këtë mori në dorë Ministria e Rendit Publik, atje nuk ka pas ndërhyrje me dhunë, ose pa dhunë, ndërhyrje tjera për të Do futur. të shmarrë vetëm në atë kohë, thoni. Po. Okej. Gjëra tjetër, zoti... Do më thonë, qofse, do të them kështu të datoj, në kohën masi grupi, kur ishte Neritani ministër, edhe Petro sigurisht, po dhe ky guvernator Shkëlqim Cani. atje nuk janë bërë ndërhyrje më. Nuk ka pasur